Ofron penalti. Atëherë të shojmë edhe njerë pra veprimin e gjyqtarit Zeqiri, se kishte apo nuk kishte të drejtë. Lojtari dasnimin e të djatë duket dyshim të është në pozitë jashtëore, mirë por se kem pas fotografin. Po, kjo është fotografia më e mirë ndonjëherë. Ja shiket. Është pozitë e dyshim për mua. Mirë po penaltia ka ekzistuar, se ky nga pas i vjen dhe si treni e fallon lojtarin dasnimin. Atëherë shkojmë në takimin Drita dhe 2 Korriku, fitore e Prishtinasve, e këtyre 2 skuadrave që vitin arshëm janë në ligën e parë të Kosovës. Dy ekipet e fundit në tabel do të jenë kundërshtar edhe sezonin e ardhshëm në ligën e parë, mirë po kjo ndeshje nuk kishte rëndësi për asnjërin ekip për çka pritej lojë pa tension. Pas 15 minutave, Drita kalon e përsi pas shënimit të Halimit. Në minutën e 30, Lumënica me këtë shënim e barazoi rezultatin në 1-1. Pjesa e parë përfundoi me rezultat të barabartë, kurse në minutën e 73 Ramadani me këtë gol i dha 2 Korrikut e përsin 2-1 dhe në fund edhe fitoren, duke e liruar kështu Dritën nga ankthi i quajtur sezoni 2008-2009 dhe duke e përfunduar me fitore një sezon megjithatë të dështuar për klubin Prishtinas. Mirë, do të kthehemi më pas kësaj ndeshje, tash do shkojmë në takimin e fundit Flamurtarit dhe Ulpianit, sepse këtu në Xhilian nuk kishte raste kontestuese, mirë po kishte diçka tjetër. Shojmë tash raportin e ndeshjes Flamurtari Ulpiana.